Çfarë këngë? I ke dëgjuar New Order? Jo. Faleminderit. Kjo kënga beso, me që ma kujtove. Që kanë ato British. Po, është British, shiko, është Altin Goce. Ti u pushove një çdo prapë në këtë podcast, ke ardhur ça, se je gruaja, ti ke ardhur. Se kuptova do të thotë. Po flisja për New Order, edhe zhanri specifik i muzikës që bën New Order quhet Manchester. Po s'potallem, kështu quhet. Me D. Manchester. Jo Manchester, po Manchester. Po, janë banda nga Manchester. Po, ide e mirë. Nëse jam i saktë, se jam në i British. Po jo, shumë ide e lezetshme kjo që ta vesh emrin e bandës, domethënë nga Manchester kam bërë Manchester. Po, jo emri i bandës, zhanri. Zhanri. Zhanri muzikor quhet Manchester. Po mirë, po edhe emri bande tash. Për shembull, Korçar ta Karçar. Jo, është ide e keqe. Çfarë do të bëjmë? Po, është Ore sabotator. Po vazhdo me informacion. Minuti 3. Po, minuti 3, më njëse do vë ky podcast. Edhe ky zhanër zakonisht përfshi muzikë British rock, përfshi pak punk, pak disco, është muzikë e kërcyeshme. Por gjitha bandat janë në Manchesteri. Po. Dhe një bandë që po tjetër në Rrym, po është nga një qytet tjetër nuk quhet Manchester. Ja, duhet të jesh nga Manchesteri. Jo, duhet të jesh nga Manchesteri. Jo, duhet të imagjinoj ajo që ti jesh nga Manchesteri, të bësh këtë Rrymën janë 10 banda që janë një soi, Po. Po ema, kanë muzikë gjatë, janë The Charlatans, janë New Order, janë si e kanë ata mëse kush janë tjetër band Manchester? James. Sa një soi apo? Jo, mas janë po nga Manchesteri që bëjnë Rrymën Manchester. Normal që janë një soi. Të po them. Jo se kanë shumë ndryshime. Jeton në lagje të ndryshme. Ajo me Korçën do iki virale me qëra muhabeti. Përshëndetje më miqtë e mi, mirë se erdhët dhe një herë në këto lufte, në këto ko protestash, në këto ko botrori, që riktheheni me ne. Faleminderit që na besoni dhe na doni. Përshëndetje Natali që ka ardhur dhe po rin telefon. Ka ardhur në podcastin më të çmendur të Shqipërisë dhe rin në telefon. Manchester, e verifikove? Lëvizje. Natalia është kështu sa që ndia thotë ai gjë është fact checking. Nuk ka besim fare. Edhe është puna që gjithmonë e ke gabim. Ka të drejtë që dyshon. I fundit nga radha po jo nga rëndësia dhe Enea Ziu, piktori i mirënjohur i zemrave tona. Piktori çmendur. Piktori çmendur. Enea, përshëndetje, si e? Përshëndetje, mirë. Mirë, qa bëhet? Ajë më mirë, që pyt më. Do ta nisim direkte me një temë që na vret, me që e nisim me muzikë, na vret. Se na vret shumë, thjesht ta flasim. Dua të tregoj një ngjarje të çmendur që më ndodhi. Që ta thash ty, se folëm bashkë, më ndejt aty në krah që më bllokua veshi mal. Unë një që tani ç'është vërtet. Unë kam pak të bllokuar veshët tani. I ke pak të bllokuar, po jo, s'u kuptuam. Unë zakonisht jam tip që i pastroj veshët. I pastroj me atë. Ajo, ashtu i pastroj dhe unë dhe është shumë e keqe. I ke të bllokuar vëlla. Po, e di. Është shumë e keqe. Me vesh pastruese. Po, është shumë e keqe plak. Jam addiktit nga ato, e harxoj një nga ato, po. O plak dhe unë o burr, domethënë është shumë e keqe vëlla. E ndjeva kësaj radhe që më ndodhi kjo që më ndodhi për misë mi. E ndjeva që i vure tap. O vëlla. Një moment po gërmoja unë këtu me atë stilin Taxi G. Ke parasysh? Në një moment e ndjeva që e futa pak dhe bllokim total. Edhe është ai bllokimi që dëgjon zërin brenda vetes. Edhe ja, provojeni misemi të gjithë që jeni tani në program. Jo, mos e provoni. Mbyllë veshin e madh dhe fol. O plak, është gjë më e sikletshme në botë. Po të vjen zëri nga brenda. Ua, po pra, ua më i ku më. Dëgjon zërin tënd kështu, o të shtak. I dhuj në vesh, bë këtë stilin e vjetër. Ja, pa i ujnë vesh është kur ka ngel ujnë vesh. Merr alkol borik çfarë është? Pyet Natali. Ta bën më keq. Ore, fare, fjeta gjumë thash, do flet gjumë më shpejt të paktën të zgjon. Si fakt check Natali. Edhe vendosa të vetet e farmacia, isha te zyrat në Elbasan të punë ime dhe vendosa të vetet e farmacia. Përshëndetje, thash kam të hall. Pa më rakës, ka muzikë. Direkt. Edhe më solli një tip
Ishte një pakok, ishte nga kaq e gjatë ajo. Qa është kjo me i thashë? Këtë e fut në vesh shtu, va? E zje nga tjetri. Se ka që gjatë. Jo. E fut në vesh dhe e ne, më thanë, i vë flakën dhe të pastron dyllin në veshore. Qa po thua, i thashë? Nuk është reale kjo. Po, tha, është 100% e aprovuar shkencërisht, pa merak, të çliron direkt Ja, kjo. provuar shkencërisht. Kjo fjalia është fjalia më e keqe që duhet bërë. O blek, unë kur e mora atë, problemi ishte që kjo nuk duke si ilaç, valla, kjo duke si kështu aromatoterapi, çfarë janë këto budalliqe. Nuk është ilaç ajo, është kështu. Si gjë indiane, ishte një gjë me shkrim indiane me unë di që e bën kështu me gazetë, bëjnë gazetë në si tub. fix E si fusin tub vesh në ishte. zjarin edhe nga nxehtësia del dylli, se ishin bërë. Bravo, si tub ishte kapur E dhe. pa. Edhe thashë, çfarë është më kjo tani metodë Jo, pa, është arkaike. dikshme i veri zjarin vetes. Jo. Pastaj u tregova njëri, Nuk e bëre këtë. po jo, më tregova atë dult i pjekur dhe deri diku inteligjent dhe shkova në një. Shkova në një hoxh. Po, shkova. Jo. U këndova. Te baba të mori. Edhe shkova në një doktoresh që më kuroi dhe më solli në vete plakë dhe ishte të mërshme. Si të futi bisturin. Jo, më futi një aparatur që thithe. Sa e shpifur, po sa satisfying. O blek, jo, vlla. Rash do momenti që futi atë tubin dhe po thithe gjëra, shpëtova blek. Ishte ndjesi. Unë nuk e dim, nuk e imagjinoj dot si Është vërtet ajo domethënë që kush ndjen më shumë kënaqësi si veshje apo gishti. Veshje. Sa. Çfarë bën kjo sot? Ti që ke bërë burg për Po vëlla. ti më nxjerr përpara. Që prej asaj dite vlerësova shumë faktin që disa njerëz Që je shëndetshëm. Sa po kruajm vesh. Ka disa njerëz që jetojnë në pamundësi totale, qoftë për dëgjuar për të Në parë, shurtërinë. respekt maksimal duhet të jetë. Nuk e jeta jonë është shumë e bukur plak. Mos qajemi fare. Po. Të vim pak te elefanti në dhomë. Te një big elefant, Po çka jo me mua. jo me ti jo. Ti je mega kingo, çfarë elefanti? Hipopotam. Oni Po gje, dar. mikesha ime. Kanye West vendosi të nderonte tokën shqiptare. Sa i nat E me. falenderojmë me shpirt. Vetëm sa i kujtoj se shkojnë në Turqi. Na Fol se e bekoj. gati. Shiko, nuk dua ta justifikoj, ka një problem. Programi që lidh Spotify me lokacionin ku ke live-in është i jashtëm, nuk ka lidhje me Spotify. Dhe kur bën këtë lidhjen e këtij programit, e këtij website Ma jo. me Spotify, ndonjëherë bën dhe gabime, nuk ka çfarë të bëj Spotify. Domethënë është siç hedhim ne këngën në Spotify për shembull, Morgu, ne hedhim ndërmjet një pale të tretë. Pastaj ai e bëri më pas të vetë, bëri dhe kështu Bëri në post. shruajti në X, në X. Po. Ti po thuaj që lokacioni s'ishte faj këtij që kishte. Jo, si është faji, Jo, është faji i distributorit të eventit live-it. Turp. Po jo, turp është se normalisht Tur. të përdorim fondin e emergjencës ne, do na vë gabime lokacionin ai tani, ka ik mendja aty. Faktin Po, inshallah prandaj- gjithë review-t e prandaj këqija bëri- kujtojnë njerëzit se është bërë në Turqi, Turqi s'po. Po jo, prandaj bëri status më vonë ai që tha falenderoj Shqipëri, falenderoj Edi Rama. Edi Rama Vënea, si të duk ky koncerti shumë pritur, se ti edhe një njeri që punon në atë lloj. Po nuk e ndoqa pra. Jo, Do po shkoja, në një po. video që ke pasur, ne as ishim asnjë. Po koncert në? Pse më lajt shoh aty që çmë, skena ishte shumë e bukur. Po Pa, këto e ka i të bukur kanë skenën. shumë lart këta të gjithë, kushdo që të vinë nga këta të mëdhenj që vinë me shumë kamiona me vete. E po ky ka këtë konceptin që ka të njëjtën skenë kudo që shkon, ka. Në çdo vend të Po botës. edhe Metallica Po skenën ka e këtë, vetë. ka me këtë, po e njëjta si ajo Snake Pit e Metallica Në që një, kanë në atë. një në tur mes. përdorin një Po, po. skenë. E po ky e ka shumë të dallueshme se ka atë globin në mes të edhe është shumë e lezetshme. Atë që kjo. po ja afër nuk sheh dot gjë, sa. Po ti në është para se shikon se ai është lart, më është mbi glob. Po. Domethënë sa më lart ti aq më shumë Aq e shikon. më bukur e Se ka sheh. dhe kështu shfaqje me drita me gjëra me në një Po. fshekëzjar në kështu. Po si ndjeni që e paguajtëm ne na xhepion këtë artist? Po jo se nuk e paguam nga xhepi jonë, nga xhepi ynë. Domethënë thjesht një pjesë të biletave që një pjesë e madhe e biletave që nuk u shitën, me si e kuptoj unë si situatë. Po? Ata i kanë bërë presion. Jo presion, më kanë thënë ne me kaq zvim, o do nxjerr kaq lekë koncert, o ne zvim. Edhe këta janë detyruar kanë paguar vetë pastaj atë pjesën Po tjetër. pra çfarë nga çepion pra? E po jo të gjithë koncertin. 4 milionë. Jo gjithë koncertin, 4 pra, milion, 4 miliard. Domethënë Katër. nga 7 pikë ca që supozohet të bënin 60.000 njerëz, Po?
Ne tam 4, domethënë as gjysmat nuk janë. Sa bileta ishin shi, domethënë gjysma ti bie. Më pak gjysmat. Domethënë 30.000 veta i kanë mbledh keni. Kanë Jo, Një 20. janë shit shumë pak bileta. Nga 20 janë shitur 20.000. 20.000 që e ka. Maksimumi aq. Maksimumi po. Po shumë janë 20.000 për Shqipëri më bre. Po kishte të huaj shumë. Ishin këta të huaj që kontribuan në ekonomi shqiptare që. Janë këta. Që na Që na ndihmuan. mbyllën pak atë gropën. Po, që do ku erdhen kishte ata shtat Po. grop në. Që ku erdhen ata vlla, unë ndrova mblema makinë të re. Nëse unë doja të kisha shkuar aty po. Po pse më doja se e the dhe i çpar tani. Pse? Po ti pse s'më themu se kisha bileta falas. Plak, e disa më kanë thënë për bileta, do nëse do të kisha marrë gjithë njerëzve që më kanë thënë, do kisha ja 40 bileta. Po ja këtu je hipokriti. Se ti kur thaje ne kështu për bileta i the, nuk kemi interes fare. Po s'kemi interes, e dia që s'do shonte asnjëri nga ju, nuk do shkruaja vetë. Ka të drejtë deri diku. Po je më turp, nuk të vjen. E para punës se çdo ti të kanë një herë. Sa këngë di Po pra kanë. ti si dia si këngë ka. Si dia. Jam i sigurt që një dy ja di, domethënë që nuk e di që i ka ky, po Atë me Jamie Foxxit di edhe atë Po atë s'besoj se e këndon ai. N-word in Paris, çfarë? Jo. Jo më. Atë e ke dëgjuar? Jo, di atë më pëlqen ajo me Katy Perry-n Alien. Super këngë. Më vjen turp. Po nëse ti kthehemi faktit të kësaj gjës. Më vjen çik domethënë është është e rëndë. Domethënë është idiotësie, ku ti nuk di çfarë ta quaj këtë punë që i dam 4 milionë këtyre. Po edhe sikur u mbi përdor keqo, domethënë edhe para edhe gjatë edhe pas. Po mirë, sikur domethënë u harua çdo gjë tjetër edhe kjo ngeli, koncerti i Kanjes. Po kjo është obesi, kjo është kështu më që është imbitor të Po nuk është shimbitor. Tani e besi tani. Nuk më duket sikur hajtë të kapemi me çdo gjë të mundshme. Jo, kjo është shumë e rëndë. Hajtë harrojmë të tjerat, hajtë të kapemi me këtë. Doli kjo, hajtë harrojmë të tjerat, të kapemi me këtë. Domethënë po të dalë një skandal sot. Është shumë skandaloze tani që fondi i emergjencës, sado që nuk e specifikon ngjarjen që duhet ndodhi. Fondi i emergjencës nuk është kaq e përgjithshme se kanë ca klauzola ca gjëra. Jo, s'ka fare. Është fondi i emergjencës. Jo, kishte një klauzolë, nuk ishte tamam që mos turprohemi. O beso, do të godas me një shprehje. Sa dhe këtë tjetrin që domethënë për pak do kishin ardhur më shumë njerëz, po nga që bët ju protestën, prandaj sjellët njerëz në koncertin e Kanjes. Kështu që e keni fajin ju që nuk nuk mblidhen më shumë se 30.000 veta në Shqipëri për një koncert. Po edhe këta të protestës, si thonë edhe ne do kishim pas më shumë njerëz në shesh, po mos kishit bëju këtë koncertin e Kanjes. Po jo më kishte shumë njerëz që shkojnë në protestë dhe kishte edhe në koncert. Kisha shumë njerëz. Po edhe kjo ishte, ose këta që këndonin atë Rama Jepe Doreqe në koncertin e Kanjes. Po mirë më se mund të ketë edhe fansa jo po që duan ta shohin pavarësisht se kush e ka sjell. I bën pauzë revolucionit për të shkuar. E pra, o plak, le. Po organizon ai që do të hedhësh. Ke shku aty, ik shijoje. Dilën protestën nesër, vazhdo jetën. S'ka asnjë problem. Pa le mos. Pse mo çka? Pa se stregon një gjë më. Po më stregon gjë, po edhe kishim bërë një video që po. Ça, punë madhe. Po tash ti po kundërshton atë tipin që organizon edhe i shkon në koncert dhe të nesërmen del këtu pse e organizove. Hajde ta bëjmë ne këtë tani. Rama Jepe Doreqe. Po më shumë. S'ka ndonjë. Po më plak, tash se shkoj atje se dua të shoh Kanjes se vari lesh më pëlqen e zëm, e kupton, po nuk jam dakord me qeverinë që kam, hë. Jo me qeverinë, mos shkon në koncertin e Kanjes të tregosh. Ndërkohë që atë koncert të qeveria që po e ka organizuar atë koncert. Ajo është një pjesë e propagandës së qeverisë që e sotë, vetëm për ishte pjesë propagandës. Tash këtë po nuk e ëngrën propagandë. Nuk ju kemi prapë qef. Justifikosh sa të duash. Prapë nuk ju kemi qef edhe me këtë që. Ore ne nuk po themi pse ajo organizuar lekët ikën 4 milionë euro. Okej? Ikën 4.2. Po disa kanë ikur, edhe sa do ikin. Edhe çfarë se shkova unë punë madhe. Ngeli atje, edhe shpuna që kjo mori aq shumë nuk është se kjo do kryesorët. Mos shkuarja aty do bojkotonte në një gjë. Jo, shkuarja atje do bojkotonte. Mos shkuarja atje do ishte gjë shumë e madhe, nëse do shkonte asnjëri. Po do ishte e madhe. Po. Normalisht nuk kemi ashtu organizuar. Jo. Shiko, kam përshtypjen që nuk jemi aq të indinjuar, jemi shumë të indinjuar, jemi të zhgënjur, jemi të mërzitur, ndihemi të vjedhur. Thellë dim që nuk do ik ajo. Jemi inteligjencë. Po, është një mendim që fatalist deri diku. Po prap, nuk është se shiko, nuk është se
pjesa e koncertit është gjë që tregon sa protestuese. Më vjen atë u fal shumë, e mori gjithë mendjen ajo. Bësh shumë e madhe, bësh shumë e madhe. Varua çdo gjë tjetër dhe vetëm bësh shumë e madhe. Filluan dhe për ndjekje kështu me njëri tjetrin, e ke vajt aty ti me hiç na frencët. Mo burra, qetësom, s'ka ne prap nesër. Po, e pas edhe këtë që. U bë çik, do me ata që do shikoj që kanë shkuar atje do t'i heq nga frencët. Nuk ka nevojë. Po mirë, okay, kjo, vari dash. E pas e ka shumë elemente që. Shiko, unë ndjej një, di çfarë s'më pëlqen mua, të them të vërtetën, ndjej që ka një ndjesi ekstreme ndonjëherë. Është si puna e reviewve. Ja ta lidhim pak me review dhe kanë. Ti mund të më uresh mua si person. Më kupton? Unë si person. Unë mund të shprehem politikisht për 100 gjëra, por në fund ditës jam biznesmen. Biznesi tim, ti hajde merre shërbimin për mendimin tim dhe lëje mendimin tim. Edhe leje edhe negativ, po duhet ta marrësh shërbimin. Është pak e padrejtë sepse në atë biznes nuk punon vetëm pronari i biznesit, por janë edhe shumë njerëz që marrin rrogën. Është manipulim, apo është gënjeshtër. Po, është gënjeshtër. Më thën ti në momentin që lën një review pa shku fare aty, që aty po gënjen, nuk ka rëndësi për çfarë po e bën. Domethënë ti po pretendon që po bën një protestë të pastër të denjë. Ska lidhje me, nuk është protestë. Edhe të vërtetë, edhe po lufton me një mjet që është gënjeshtër, është mashtrim. Nuk është. Edhe është manipulim politik. E vërtetë është, nuk është. Se po mbrojmë Lucën ore se ata janë. Jo, nuk merren fare me persone, nuk merren fare. Luci nuk ishte vetëm Luca, ai ishte kryesori, ai ishte pas, ai detyroi policinë të dalë të thotë që edhe do ndjekim, do bëjmë hetime. Nëse ai është pension idiot, nuk shkoj të flas politik. Po sa budalla. Ama kjo budalla. Si doli ajo video me ata 2-5 vjeçar? Po le ajo. Shiko, mos kapi me Lucën se nuk është punë. Jo me Lucën specifikisht, po them për atë video që do të thonë sa që punson, po si intereson fare. Ai kujton se bën mirë, më kish probleme. Ai kujton. Po, ky është problemi më i madh këtyre llojeve që ata mendojnë se po bën mirë, është. Në mendimin e vet, shikoj si është mendësia. Ja ta them unë, nuk e njoh fare personin, por thjesht po flas duke kapitalizëm. Ai mendon kështu, unë jam një person thotë ai që mbaj me buk shumë nga njerëzit. Po. Kam të punësuar 1000 vet, ai mbaj me buk. Shumë mendon ai. Ta them unë 100%. Ai flen natën thotë. A thot vetë ajo gjithkohë. Ta kanë zot mua. Se unë jam rrogun mua për mua, ata e çojnë në shtëpi. Edhe ushqejnë familjet e tyre dhe han buk edhe shijojnë mi japin like, janë mirë, mbas s'më kanë qef. Po ja buk. Këtë thot ai. Po kjo plak, kjo mundësia është kjo që ne jemi deri këtu më plak. Po dakor, po. Le të mos më ketë qef ky mua, mjafton më japi votën se unë do t'i gjej vendin e punës, se do jap buk. Kjo problemi është që review-n që ja lë ti personi ose dikujt personi tjetër që nuk e ke provu shërbimin, nuk ja lë vetëm pronarit të biznesit. Ja lë gjithë njerëzve që punojnë aty. Ore si të vijon te puna jote që punon. Ti që je në real estate, ti vijon ti lë biznesit tënd që punon, që e përfaqëson. Do të vi mirë o plak. Të shikosh 10 yje. E ke pronarin ti me X parti edhe të sulen opozita të bëjnë. Po nga ana tjetër, mos bëjmë kot, po unë nuk jam dakord me këtë. Shiko, unë nuk jam dakord me këtë. Po nga ana tjetër janë edhe këta që bën njëjtën gjë. Që ke parasysh i bëjnë presion punëtorëve që kanë që mos dalin protestë, unë të kam punë të heq nga puna, është edhe kjo. Ti po përdor të njëjtën. Po pra, nuk jam dakord, këtë po them, nuk jam dakord, po mos bëjmë tani sikur nuk ndodh e njëjta gjë edhe nga ana tjetër, e kupton? Nga ana tjetër ndodh. Po ama nëse e bën edhe ti atëherë çupa. Po pra, do të thë kush ndryshimi i këtyre dy palëve? Kush ndryshimi i ne? Ore ne jemi me këta. Po jo me këta që bëjnë review. Ne jemi me këta që janë të indinjuar për situatën, nuk ju pëlqen kushtet si jetojmë këtu ndaj qytetarit, në mënyrën si e trajton pushteti qytetarin ton, ne jemi me këta, po nuk jemi me këta njerëz që bëjnë hapin në kanë falsa i vën një yll dikujt që mund të japë të shpëtim mirë. Pa akont falsos, edhe me akontet e tyre mund t'i bëjnë, po ose edhe me akontet është manipulim për ka politik. Po mirë, okay, në rregull, jam dakord unë me këtë. Jam shumë dakord, e kuptoj. Ne në batakun e këtyre o burr, ne e kishim shumë të bukur gjën deri tani. Jemi paqësore, jemi vokal, jemi çdo moment jemi e shprehim çdo pak kënaqësi, nuk do të kalojmë në TikTok era valla. Me kap këtë politikanin rrug, bëj video këtij, shaj këtë, ofendoj këtë, kapi atë pikën e dobët. Ato janë të mira për të nxjerrë dufin personal. Janë të mira për të nxjerrë dufin personal. Ja ajo me Erion Braçën, ja shikoj si u bë Erion, u legenos. U bë legenos, po, nuk arritëm gjë më. Po është kodo ashtu. U legenos, se e folëm me bash, u legenos. Kush? Erion Braçë. Në një video që u përball me. Doli kështu si i dhunshëm. Ore u legenos, e shau e lëshoi fjalorin deputet turp i vizë është deputet, nuk i lejohet. Po çfarë arritëm ne? Ku jemi? Nuk kjo është diskutimi jon olla, nuk se bën gabim. Po ja çfarë arritëm olla?
Puna është ku të vinë votimet radhën e kaluar, radhën tjetër, 2027-ën, aty ta shprejme. Mos ta harrojmë të mlef. Mos ta harrojmë të Ne pra ti demaskojmë sa më shumë tani që mos ta harrojmë. Po pra, demaskojmë, po kur themi aty zakonisht ka ndodhur që ka marrë 83% të votave ky. Ka 10%, nuk po them. Ka 10 më shumë Ja ka atje 10 20. tani, po ka Nuk ka gjithë 10, oni administratën nuk ka 10 tani. që Po të jetë pjesëmarrja në votime Nuk ka 90%, shanse. nuk e vjet dot kur në botë. Nuk ka shanse Po miq, pra, mos harroni. po të jetë pjesëmarrja po se kemi thënë Ajo këtë. duhet të jetë, po ajo. Po ta kam llafin që kanë 10 më shumë se Se 10% si voti shumë Orbani nuk herë. merri. Vjetin apo nuk e. Po ç'lidhje ka Orbani? Po ka lidhje pra se Ka- ishte edhe gjithë ato vite në Edhe pushtet. Orbani një Vajti, një vajti, vështirë. Po 70% e popullsisë votoi, nuk i voti dot, humbi, i Po ka. pra nuk i voti do se votoi shumica e popullsisë tu nuk voton shumica e Po, popullsisë do se ky votojnë, vjet pra. më shumë se 10% të votave. Vjet më shumë sepse nga gjithë ata që protestojnë, ky ka 800 sa veta ka në administrat, se mos them shifra kot. Kush e di? Shumë. Gjithë administrata 210. dhe Se di. përveç se gjithë administratës janë edhe gjithë familjarët e administratës që shkojnë aty me listë që çojnë vota. Këto janë gjëra që dihen. Tash gjëja që nuk ka ndodhur ndonjëherë është kjo që në votimet e ardhshme duhet të sulen njerëzit kështu. Po si doja bëja i për shembull, pyet një që e zem. Po? Ja kanë lidh Unë këmbët më ke ka puna përshtypjen që mirë në duhet zemër, është fotografoj votën Thank edhe ku diun bëj këto gjërat. Edhe i bëjnë gjithë në një punë shtetërore Po? këto. Ore, ata le ta bëjnë të tyre, no, prap me pjesëmarrje aq të madhe se nuk punon gjithë në shtet. Po Me pjesëmarrje aq të madhe e është kthen. një numër shumë i madh popullsie që Jo, e punon. kthen, o, E kthen. ne, e Pastaj kthen, e kthen. edhe nuk është edhe sikur mos e kthesh fare, po prap, jo të marr 83 mandate. Po mos Në marr qoftë fare e merr me një mandat, atëre e ndihet si mund zgjidhet që të prishet ky sistemi që ti Po, nuk duhet prishet raportosh sistemi, në shtet për nuk ka më votën prerje, tënde. nuk ka më prerje koka e mbret, jo, nuk Jo nuk prerje tof marrë kokën, gjëra. më nuk është normale që ti duhet raportosh në shtet për votën tënde. Po Fuqizohen s'është- partitë e po s'është, vogla. po pak nga pak duhet Do pak nga fuqizohen pak. partitë e vogla. Duhet Po goditur pra, po që kjo me- është aja, kjo duhet rregulluar para. Po që nuk të rregullohet ketë një brenda votim ditës, të barabartë. Po pra, kjo rregullohet prap me votime, fuqizo partitë e tjera që Po mirë më le të janë prap duhen fuqizuar, Duhen siç e bën. fuqizuar, Se valla, edhe një pse? problem i protestës për shembull është që nuk doli asnjë emër. Tash jemi në pikën që për mua ka marrë fund ajo gjë, se Jo, kanë dalë ca emra. nuk doli asnjë emër. Jo, më nuk doli asnjë emër i mirë. Emra le të kenë asnjë i mirë s'ka dalë. S'ka dalë një emër që unë them do t'ja votën këtij se ky doli nga protesta, është intelektual, është i aftë edhe i zoti, edhe këtij do t'ja votën. S'ka dalë asnjëri. S'ka dashur identifikohet protesta. Nuk është identifikim protesta, të ketë dalë njëri që ishte aty në protestë. Edhe nga protesta të dalë kështu Si idealist, si njeri Ore, që një njeri i aftë, një njeri i mirë, domethënë që dilte atje dhe tash do t'i futet politikës, nuk doli. Kështu që nuk solli që protesta. E vetme gjë që mund të që po solli është kjo që ta mbajnë mlefin dhe ta nxjerrin në votime. Jo, se shiko se protesta i arriti ca gjëra. Ore, po them, Gjatë rëndësishme. po them nuk në politikë, në goditje politike. Jo, ajo do vite Se votime. ashtu ka sjell shumë gjëra protesta deri tani të paktën, se gjithmonë e kam të hallin e Aresës që kalon gjëja dhe harohen. Nëse mbahet mlefi deri për zgjedhje, Po, atë duhet të jemi treguar. mirë, jemi mirë. E vërtet. Miq mos harroni zgjedhjet e ardhshme, vot masive, alternativave të reja. Ore, le t'japin ku të duan, no. Mund t'japin edhe, mund t'japin, Jo, jo. Imagjino gjithë postas. le t'japin dhe Ramës, ore, nëse japin Ramës është e popullit, s'ke çfarë bën pastaj. Qepë gojën dhe ri pastaj. Ama të paktën të jetë votim në masë. Se ku t'japin, s'ke të drejtë ta thuash jep janë këtij, jep janë atij. Jo, unë thash një Mund t'japin, ore, indicie, ka shumë njerëz që janë të kënaqur me Ramën, ore, se edhe kjo është që pse s'delti në protestë. Po unë s'dua, unë jam i kënaqur me Ramën. No. Ka shumë që janë të kënaqur me Ramën. Po, Domethënë s'mund të thuash tjetrit ti pse s'delti. Po ama ai imponosh. Ama në votime, nëse votimet janë 90% dhe e merr prapë Rama, atëherë s'ke çfarë të thua më. Po. Si e shef më Edhe. Enerdi? Dua pak mendimin tënd të ndritur. Se jeni piktor për piktor prandaj. Jeni Dhe kolegë. unë nuk O, është se kam qenë shumë optimist për protestën që në fillim, sado që kam qenë mbështetës. Gjithmonë e mirë është protesta. Nuk besoj që do hedhi qeverin ashtu si e mendojnë ato, sado që ças ndodhë, se s'duhet. Jo, për të hedhur qeverin iku ai mobet. Po më duket sigur ka kaluar i kulmi. Po qofse ndodh një super skandal nga qeveria tani tjetër, se
këta sikur i ngacmojnë dhe vetë këto gjëra. Po, ku e gjejnë. Po. Të shikojmë sa do mbajnë. Po, e vërtet është. Ore mund të jetë tamam, mund të jetë edhe ndoshta mund të rindizet prap pak më. Shiko, unë mendoj që ka një gjë që ka arrit protesta dhe ka arrit edhe kjo prezenca në rrjetet sociale e gjithë kësaj situatës. Jemi kundra këtyre që na qeverisin, kundra arrogancës së pushtetit. E ndjeja të mlefin e njerëzve, që është materializuar pak. Domethënë, njerëzit janë zgjuar pak. Si ajo gjumin Matrix, në atë makinerin që kjo është janë më të përullur tash këta që dalin kështu. Janë më të përullur. Legjbën si arrogant, po e din që ajo më pëlqen. Është një gjë e mirë plak. Duhet ta kesh frikë popullin. Duhet ta kesh frikë ata njerëzit që punojnë ato punën e vështirë. Ato 14-15 vjeçari që punon aty, më kupton, duhet t'i kesh frikë tao plak. Edhe kjo më pëlqen, që këta janë vendimarrës. Në momentin kur ti i shef, si gjëra që thjesht i shtyp edhe i sjell vërdall, aty është problematika më e madhe. Dhe do thoja që zakonisht shtetet më të vogla kanë dhe liderët më të frikshëm. Domethënë jo të frikshëm, se thash mirë. E janë si më megjithëse varet. Po si më radikal o burr, si më Kina duket. Po mirë, Kina ka tjetër sistem politik. Po pse Kina si janë më shumë? Janë ka varfëri ekstreme më shumë? U tallesh. Ka keq. Po çfarë dalin protestë kot ne? Seriozisht e ke ti më. Se është keq Kina vërtet ka. Na thoni mish ju që jetoni në Burkinë, kemi ca njerëz që nuk jetojnë në në Wuhan. Në sëllamet e janë në Shangajra në bërë. Po dhe ase ke gjithë zonat rurale dhe kështu jetojnë akoma kështu si në ka varfëri ekstreme Kina ka sa duash. Ne kemi një balto, orizme balt. Kemi një si orizme balto. Po ne kemi një komshi që është nga Korea e Jugut. Edhe ky ka pas tregu që si është nga Korea e Jugut, është Në Jugut, Koreana Jugor është, ka lindur atje. Po. Dhe e keni komshi ju. Po më ka. Edhe ky tregon që në Kinë është kështu disniveli. Aty ku shkon në një hotel me 5 yje, mbrapa hotelit ke njerëz që han plera, e kupton? Po si plera unë blek? E më plera. Xhama sa njeriu karton. Plera që edi. Pa kinezë çarsano. Po vlla sa, nuk ka njeri divan tani. Aman, pusha pa zotin. Me mirë se qeni mund t'jetë. Po si plera më një gjithë. Ashtu është ekstreme. E kam dëgjuar edhe unë shumë të që më ku është luksi më i madh. Se më po u çuditse kaq shumë ti? Po. Ço kujtoi ti? Ti ke ngrënë plera çdo fundjavë. Ua ky. Ti e plera ngrënës vetë. Na thoni njerëzit në komente cili do ishte një fjalë plera më e mirë e mundshme, domethënë çfarë do gjejë në plera diçka që do ishte shumë e mirë. Po varet në plerat e kujt ose po të shkosh në plerat e një restoranti. Po aty gjën shumë nga plerat e një lagje apo. Ja kujton se qente dhe macat që hanë për plera han divane dhe karrige. Po më qenë masë hanë në afër restoranteve, nuk kanë afër spitaleve o plak. Po, se i zjedhin. I shkoj që nga spitali këtu nuk hanë. Unë thash që këta që hanin plera në Kinë që në afër spitaleve. Si duke specifiko. Nuk më bën sens më ky podcast. Në spitale çfarë do apandesite? Jeni në plera e merri bën supë me apandesite. Shiringa. Shiringa ndyrë. Ua supë me apandesita budallaj. Po çfarë që do të qenë këto? Do njerëz. Fare. Dal ta mbledhim çik vetëm, rikthehemi pak te situata e momentit miqtë mi, botror 2026. Botror. Dhe tani për pak dhe ne do e mbyllim se do vëmë shohim Argjentinën me Anglinë. Po pra kur të dalë ky podcast ka mbaruar. Tash duhet të bëjmë një parashikim që do ta kemi të gjithë gabim. Po. Jo, unë jam mbreti i futbollit. Janë vetëm 2 skuadra dhe do ta kemi të gjithë gabim. Unë mendoj se ta themun e para. Unë mendoj se do dalim finale Argjentinë-Spanjë. Po. Kaq pra. Kishte Argentina Anglinë domethënë. Po, edhe
mos them që do ta fitojë Argentina se e kanë atë Messi kështu si Ja, sikur është drejtori FIFA-s ai. Kanë tepruar çik me atë që e ka. Po pse mos e nuk më duket ndonjë favorizim i madh? Është nuk e kuptoj shumë të. Kanë çik favorizim, po jo aq sa. Po plak, shiko. Është vjedhja apo. Që kanë interes, Është në Amerikë. ta kenë në finale lojtari më të mirë të gjitha kohëve kanë. Po jo Po mos në mirë, Amerikë. pse nuk nxorën Portugali Argentinë pra? Po jo pra se ideja është që Ronaldo kundër ka Messi. një problem të Po madh. jo mos Argentina është pjesë e Amerikës. Ore më lejon të shpjegoj diçka. Është në Amerikën e Jugut. Po, në edhe? Amerikën e Jugut E është. po Uj plasi. Botërori po bëhet në Amerikë. jo, Aq i plasi sa i plasi. pra, Po besoj duan Argentina. Messi në vllase. Shet bileta, shet tani biletat janë shitur. Biletat janë shitur para. Po pra, po ideja që është Ore, puna që të ngelet futbolli në Amerikë është. Ola, aq bëj vende secili ka një stadiumi. parashikim tani. E pra, ju lutem. Unë mendoj se Anglia do dalë në finale. Do ta mund Anglia Argentinën. Unë mendoj që po Anglia do dalë. Është ka ekip të fortë shumë. Edhe unë mendoj që do dalë Angli-Spanjë dhe Spanja do fitojë Po, botërorin. Spanja do fitojë. Po të jenë si Pa si ishte ishin me kjo edhe Francën. Europiani? Që fitoi Spanja, si ishte prapë me Anglinë? Jo, ishte me Italinë, Me Francën më. me Me Francën. Francën, okay. Sa gabim do të jemi në futboll te. Mirun, e Nëse, kuptueshëm. Më Shko, duket ajo se ishte Spanja me është bregun e fundit në Europian. Po Spanja plak ishin të frikshëm me Ishte Francën. shumë lart, po ishte super ekip. Nëse bëjnë atë lloj ndeshje edhe Po, në Francën finale. e masakruan fare plak. Po plak po mos e shtruan. kuptoj kështu, domethënë si mund të jesh mirë edhe pastaj një ndeshje caktuar je grop Po pra, se fare. është kundërshtari shumë më mirë, prandaj. Pastaj ka të bëjë te niveli i lodhjes, se tash ata luajnë ndeshje njëra Ka pas tjetrës. nivele. Po si u duki botëror valla këto? Mua këto stadiume do më pëlqejnë shumë. Aty është problemi Bukur. që na pëlqejnë lulet më shumë se sa Jo, se sa rrënja që jep jetë. Spanja me Francë ishte ndeshja më e mirë deri tani, se s'kemi Po. patë këto të tjera. Pa ajo të ishte ndeshje, po ndeshja më- nuk ka qenë ajo pasioni i Atmosferë, madh i po, po. botërorit edhe, s'ka qenë ajo. Nuk kanë qenë ato që luante Brazili do dje, po ta kërcejnë samba, bëjnë çuditëra E ma, në nuk, fushë. ore, s'kishte ndeshje kështu që të mbanin Po, e të vërtet, mbanin në vërtet. ajër, që më që bë E. gol andej gol këtej, që ndeshje kështu të luftuara fort. Mendon kështu? Ishte Argentinë e Egjipt, super ndeshje. Argentina e Egjipt ishte ndeshja e bukur. Ore, ka patur ndeshje të mira, po nuk ka qenë ajo. Portugali me Ja, Portugalia ishte. Portugalia. Portugalia ishte shumë dobët. Po ti ç'na jep mend me unë të zën aty. Është morën. Sa Ky është Klej Syri, dhe ky njeri ka... Nga Syri ka lënë në undi. Po nuk ka qenë. Nëse është shaka Ka syri kaloi në undi. e di undën këtë, po më s'ka që. Po nuk kanë qenë ndeshja aq shkudi, unë se mos më ka shijuar si botërorët e E pra, tjerë. vërtet është, vërtet. Normal që ka patur ndeshje të mira. Po gjithsesi do ishte shumë e bukur po dilte Messi në finale, për mendin. Edhe ky hydration break ose ai poshter është Shumë i keq valla, shumë baba i ndyr. Ndalojnë ndeshjen të pinë ujë. Wow, plak, unë dje po shifja ndeshjen, pjesën e parë. Unë nuk e di, nuk e mbaj mend, edhe vesh kur po ikja unë tani pak publicitet. Ua, Por 20 minuta, çdo 20 minuta ka çfarë thua Dy bre? minuta pushim, Kishte po, 3 ndodhur minuta. ndonjëherë, kupton? Jo, shumë, pjesën e parë dhe pjesën e dytë është hydration break. që pinë ujë. Wow, do zoti dini më. të madhe një në finalen e botërorit këtë vit. Do ketë halftime Do ketë halftime show. Pa, e Çfarë mora vesh. halftime? Halftime show do jetë me si Super dy Bowl. pjesë. 25 minuta do ketë këngë, valle, kërcine. 25 minuta. 25 Do zgjas pushimi 25 minuta. 25 minuta blet. Do. Për herë të parë në historinë e Pse futbollit. shumë mirë. Se do ketë reklama, do Po ketë si shumë mirë, më plak është ndeshja e futbollit, nuk është show Lara Pazini me Robbie Williams, më plak. Po më është ndërmjet pjesëve që do bëjnë njerëzit. Igni zini vendi. Laura Pauzinin more shembull. Jo, është leftuar, më plak. Ta dhe shë. Lara Pauzini, Jennifer Hudson, po më plak. Po Gianni Infantino pra, Si jo? presidenti FIFA-s është italian. Ata? Po dhe mori këngëtaren ditën e... Që ka 100 sheku që se dëgjon njeri jo. Po pse Robbie Laura Williams Pa- e dëgjoni njëri? Jo, po ku i ka gjetë ta? Po këta, Robbie Williams është është kryestar apo Po çfarë thua? kryestar është apo prapë? Nuk krahasohet me Laura Ai ka Pauzini. ikur. Laura Pauzini është super më Pas plak. krahasohet me Robin Williams sot tash. Nuk po pra, nuk po them që është e keqe. Po. Ndërkombëtar Robbie Williams. Po edhe Laura më ka Po, bërë. Laura. Ka bërë këngë me Negun. Po jo se është Laura Nonçe, ajo është tjetër. Jo, është se i solotu. Dëgjon emrin ty, e Laura Pauzini.
Jo mor ti ka bërë Laura Pausini këngë me Neku. Po ku ka bërë atë? Se salutua Joki Miej. Po që në Itali e Shqipëri E gjoj. tu dentro me. Kështu e ka Laura Pausini. Puta lej. Ore këta janë. Ore pse po të bëj botrori në Shqipëri, do merrte Rama Dua Lipa no. Po Dua Lipa në njeh gjithë bota më. Po si ka Laura Pausini në Amerikë. Po mirë do merrte Çilietën. Po jore. Nuk do merrte po të bëj botrori në Amerikë. Po pse më dhe ju duket kaq çuditë, se s'po e kuptoj. Sepse Laura Pausini nuk e njeh Po? njeri. Si mos e njeh Përveç Italisë Në dhe Amerikë. Shqipërisë. Nuk e njeh njeri. Laura Në Amerikë. Pausini është global star më plak, çfarë po thoni? Po dale, po dale, Sa një me sekond. këngë italisht. Një sekundo. Un momento per Po favor. çfarë do shikosh? Sa e njohin Laura Pausinin? Ka 5.7 milion followers më plak. Po edhe çfarë Po pra, pastaj? e çfarë pastaj? Po dale mos sa ka Robbie Williams. Ore, po çiti ka sa followers ka, po ky. Po më po e I shoh. ka followers nga Italia. Është puna që 3.8 ka Robbie Williams. Çfarë Ore. më çani trapin mua? Po pse aty në followers duket? Po jo, më nuk është në followers o vlla, po e kam Po fjalën. shikoj sa ka shitur Laura Pausini, sa albume ka shitur Laura Pausini dhe sa albume ka shitur Robbie Williams. Shikoj çik të lutem. Natali, të lutem. Shikon followers. Followers i kanë në Itali ajo. Ore ka shit Laura Pausini albume më plak. Po ka shitur mondia, ka shitur, po nuk ka shitur në Amerikë. As në Amerikë. Se jo. Amerika është bota, nuk është Jo, Ku, më në në vendet e Afrikë. po tjera. jo më në Amerikë Australi. është në Amerikë është botërori, po flasim për Në botërorin Itali në s'ka Amerikë. Si po shitaj zgjemi shumë për Laura Laura Pausini, vërtet e kemi. Po pra, po nuk bëhet botërorin në Itali. Po pra, po flasim për botërorin që po bëhet në Amerikë. Çfarë ka Laura Pausini në botërorin që po bëhet në Amerikë? Botrorin e shef gjithë bota valla. nuk Pikërisht, ka pra. rëndësi. Po mirë, le të kishin marrë një nga Gemini, në Bregu i Fildisht. Po pse duhet të jetë amerikan edhe jo italian? Jo amerikane, më Ndërkombëtar. Do të S'ka thonë ndërkombëtar më, je Kush i është njohur ndërkombëtar? se si e njoh. Po pra që të jesh i njohur ndërkombëtarisht, pse nuk morën Luizelli? Te botrori Luiz del edhe Eli. njoh. Po. Ha. Shali Sa e Luizelli njohin. është grobo. E mua më njohin duket shumë gjithë. Le ta si e njohin çuditshme aty, Laura valla. Pausini plak. A është muzikë e bukur. Le ta njohin çik të ketë dhe diçka ndryshe. Po ti nuk është për promovim më. Po pse Aty. mos Është e? halftime show pra. Po pra është halftime show, është që të kënaqen njerëzit, jo të kush është kjo Me më. Laura plak. Pausini do kënaqen. Dy fish ka shit më shumë. Okej mo. Po është Robin Williams po plak ka Laura Pausini, Robbie Williams. Sa ka shit Laura Pausini? Sa albume ka shit? 30-40 milion. Edhe shumë ka Edhe shitur. të duket pak të I ka- 30 Edhe ato milion. i ka shitur vetëm në Itali, kurse Robbie Williams i ka shitur worldwide. Po jo më plak se dhe Laura Pausini worldwide është. E O plak, Laura Pausini shumë e njohur. Ore ka bërë këngë me Neku në vlla, se sa Po ne ku është prap italian më. Po se Neku është shumë. Po pse më kur dy artistë amerikan bëjnë këngë me njëri tjetrin? Robin Williams nuk është amerikan, më është anglis, nuk Është është anglis. anglis. Mirë, flas. Lady Gaga me Bruno Mars, ku dion amerikan. Po, jo, Çfarë mo, problemi nuk është ka të se them- do dalin te kjo S'ka problem, halftime s'ka show? problema, pa Laura- Janë të dy nga Amerikat. Çfarë? Ore, nuk është problem, Po pra, ore. çfarë po thua? Thjesht Po Laura kuptoj. Pausini nuk më duket në një zgjedhje kështu diç për një show Po që do pse bëhet në më Amerikë. valla, është muzikë e bukur. Pse duhet të jenë Muzikë të bukur ka dhe Oj ne, po ka Kozmadushi, një jo. funksion Kozmadushi do ishte ajo super. gjëja ka një funksion. E para punës s'ka është që të lidhje me- mbaj njerëzit të lidhur aty, okay, ku ta diun që të kënaqen dhe të shohin atë, të kenë interes ta shohin. Nëse shumica e njerëzve që shohin botrorin nuk e njohin kush është ku e Laura di Ore Pausini. do që të se ndoj njohin, se valla. salutuot me Neku no. ku e diti Ore, që Ja, se mbyllja njohin mikrofonin valla. këtë, mbyllja Se mikrofonin. aty në stadium nuk është se ka vetëm amerikanë Tu ka në gjithë dhe bota. anglez, ka dhe italian, Ore, ka dakor, edhe ore, mund të kishe marrë shqiptar, ka po të kishe marrë s'ka. po të kishe marrë Spanjoll. Zuccheron për shembull, do isha më i Po Zucker është në Shqipëri, më çfarë Zucker në? po ishte në është në gusht në Po Shqipëri. s'ka ka shit më pak bileta se Morgu. Po dalo të vi një Po jo thënë Zuccheron e shikoj. Shikoj. Natali Taksirat edhe një birë, po mundi atje. Ore s'po e shoh normali që po zgjemi për Laura Pausini. Nuk besoj, je shumë Po, rëndë zbejder unë olla, për- ka ose për drejtë e atë lehtë. Eros Ramazzotin do isha më Eros shumë po. dakord se sa Eros Laura po, Pausini. E po, tu Eros është ideja ka domethënë. këngë me Tina Turner. Po. Po prandaj pra po them jam më të njohur ndërkombëtarisht se sa Laura Pausini, Jo se prandaj është nuk më problema, bën sens. dakord që e kanë marrë, nuk po themi që është problem, po themi që Plak, era i strefi ka bërë këngë për botrori, ju më thoni mua Laura Po Pausini. pa lidhje ishte dhe era i Jam strefi mirë, atëherë më Kush është burr. pa lidhje më? Po pa lidhje më ishte çfarë Ma era era i i strefi strefi tash, këngë ma. për Po, botrori. Po kush je më ti s'njeh njëri. Kush se një E fjalë? një- e njohin nga një tek këngë që ka bërë që u bë hit atëherë dhe nuk është një artiste që Le ta mbroj çik motrën tonë shqiptare tani. Pse bëni kështu ju? Po mirë ma asaj bravo e qoftë që e bëri, po thjesht nuk më bën sens që dikush që nuk e njeh njeri të bëj këngë për evenimente kaq të mëdha që janë bar botrore. Kjo më Më kujtove një histori të çmendur që e folëm para sa ditësh.
Do them një histori tani, por nuk dua të ofendohet asnjë person fetar. Jo, e kam seriozisht. Varet çfarë do thuash. Po jo. Po pra, Do të them eksperiencën time personale. Unë do t'u shaj nga rob gjithëve, po s'dua të ofendohet njëri. ju lutem, ha. Kush na shan në Europë, ne i kthim koment ku je se vi takoj tani. Nëse do flas Nixhe për eksperiencën time në një kish protestante. Ku? Dikur kam qenë, jo po tregoj atë seksionin e lutjeve, Po. Se dua ta tregoj me miq tanë që na ndjekin dhe na mbështesin. Faleminderit miq për donacionet dhe për dashurinë tuaj, e vlerësojmë shumë. Jeni sa që jeni çmend fare. Po. Ju jemi bërë si bare shoh që na mbani. Hajde dilte historia. Jo, se dua të falenderoj, se i kemi shumë të mirë. Na japin lekë. Jeni shumë të mirë. Faleminderit miq. Jeni dashuri. Kur kam qenë unë Nixhe para gjimnazit, u shkoja në kish, në një kish protestante. Edhe të them të vërtetën, pa sulmuar askënd të fesë protestante, mendoj se ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Nuk është se kam mësuar vetëm gjëra të mira. Po sulmon ja. Jo, po se do vite gjërat. Do i sulmoj tani. Do vite gjërat që kanë vërtet. Ja tani do i sulmoj. Edhe po flisej një ditë me Enea dhe po i tregoja se Enea si besimtar katolik që është dhe po i tregoja që kur ishim në kish protestante plak, ka pas një seksion lutjeje që flitet në gjuhë të tjera. Që në Bibël është, nëse zgabojmë, speaking in tongues. Jo soranizëm, jo, çaj, kjo na dele ka dashur më bikancë. Në gjuhë të tjera si. Në gjuhë të tjera, flet një gjuhë që e di vetëm ti edhe Zoti, sipas teje. Jo, sipas protestantizmit, nuk e di nëse E pas sipas atij që e flet. Po, miq që kanë më shumë njohuri na thonë në komente. Edhe mbaj mend hera e parë ime që vajta në një mbledhje dhe thash do futem tani, do bësh pjesë e lutjeve. Do lutem do. Po. Unë isha njeri që lutja ishte shumë solene, s'ka nevojë të jetë vokale, s'ka nevojë të jetë. Është personale valla, është siç është feja e çdo kujt. Në një moment që ka në Europë fillon të këtë gjuhën tjetër. Ore gjuhë tjetër valla, gjuhë se që flet me Zotin. Ore gjuhë shumë xhibrish, domethënë gjëra kop. Si. Ore, çfarë do thotë fillon, çfarë shkon valla? Edhe fillon, kishte edhe ca persona që duket se ja bënin fallë, valla, që për lidhjeshin e bënin dhe shkore ku ka marrë. Ata që bëjnë kështu me spazma me gjëra. Thotë ne pasi që kjo është gjë e njohur tek protestantët. Edhe më tregon një video të një çfarë ishte ne teleevangelist, çfarë ishte ai? Po. Apo më tregoi Elio atë. Ishte një teleevangelist, beso? Ata kanë kështu mega kisha i quajnë. Po, ishte ajo mega kisha që mblidhen si tip pallat kongreseve dhe këtu kam bë. Më shumë se te kanë jo. Ishin 50.000 leta aty. E çoj njëri në skenë ai. Edhe se që foli kështu atë gjuhën speaking tan, e vurin gjumë atë. Raj, beso. Ne ata që i prekin. E prekin dhe ra. Vajti në afër e çoj prap. U quaj kështu, u gjallë një. Se që bëri njëri kështu, e prekin prap e ra prap ai. Si këta me çine, kupton që? Ra prap, vajti prap, e çoj prap, e hodhi prap o plak, e çonte. Sajnate pas ka patur atë. Po çfarë është kjo? Po ma bëjmë. Se pastaj fillova edhe unë të mendoja më shumë për këtë edhe shkoputa, ç'është e vërtetë apo që kjo ka qenë një gjë. Se mësova të gjuhën ti. Po jo, nuk e kam bërë ndonjëherë them drejtë, nuk e ndjeja shumë si pjesë në lidhje time intime me hynin. Ta kishe mësuar si gjuhë, kishe italisht, anglisht edhe gjibrish. Po gjibrish mos vjen në fjala Xhebrail më bes. Djallë zorlëqe. U bë. Xhebraili është djalli apo jo? Kush është Xhebraili apo është Antikrishti? Gabrieli. Angjeli Gabriel. Gabrieli. Po pse s'është keq Xhebraili? Edhe unë e di. Po jo, është i mirë, po si ka, jo është Dexhalli keq. Dexhalli keq. E mos çist. Dexhalli jeli. Dexhalli po. Nësi dim këto. Po ti beso që pas një periudhë që vjen kishte edhe ti ke. Unë kam qenë të gjitha sektet edhe fetë edhe dëshmitarët e Jehovait duke qenë. Por tallesh të gjitha. Po çfarë bëj aty? Aty shkonte nga Se vetëm mbajmë që zgjohesha lakurisht në nesër me. Jo. Po, kam qenë, domethënë se unë se di se kam qenë sa vjeç kam qenë domethënë. Diku te 7-8 vjeç, ndoshta 10 vjeç. Po? Edhe sa dolën këto, filluan këto gjëra, dolën të gjitha me radhë dhe të gjitha kam shkruar nga një çik
Kam shkuar edhe të mëdha, domethënë edhe në islam, edhe në ortodoksi, edhe në katolicizëm, të gjitha. Je njëri që kur flet për fenë ke një. E kam një lloj ideje. Po. Edhe thjesht kam shkuar në për këto, ose në mesh, ose në çfarë quhen, se di si quhen, po. Edhe i mbajmë domethënë, nuk është se kam parë ndonjë çudi të madhe. Kush ka pëlqyer? Se ka kish katolike në Korç? Kish katolike në Korç? Ka më kish katolike. Ku ka kish katolike në Katedrale. Korç? Po, Jo, ortodokse. ortodokse. Edhe mund të ketë se aty është urdhri i Maltës. Kështu Jo, që kam qenë me këta, jo me ungjillor, jo me kështu, po kam qenë edhe me Protestant ke qenë, i bie. ore me të gjitha llojet. Po s'ke këndu kështu në gjuhë Me protestant kam qenë se shpërndanin kështu lodra ato. Pako, po dhe unë për këtë u S'ka fulla. lidhje me se te protestant kam qenë unë kam qenë e vogël që bonin kampin verat apo se Po. se Po ti Po jo, kam niqës, qenë vërtet- s'ka asë njërë të këndosh kështu, të lutesh me Po Gjipërish? kështu gjepur, Me Gjepurish. Gjipërish është gjepurish. ja gronda lipaj. E go e gjeti vlla. E gjeti. Po ti po ikna e kapën në një vend lokale. Të shohim tash në e marrë ndeshje ndeshja po. Sa vali ora? Hajde se tani një herë ora 9 do. Po çfarë filluar. bëni mu? E po çfarë do të çojmë edhe ne atë? Jo, po jam. Do ta marrëm tani podcast. Po që të gjitha që kam shkuar Si ishte kjo besë, Tek- më fal, tek sa- Gjebrailish, ç'the? gjepurish. Gjepur. Se jo vajt për shembull e mbaj mend si ndjesi që s'u ndjeva mirë. Dhe nuk është se po bënin ndonjë, që thjesht ishim në një sallë që thjesht dikush fliste, ishte një piano aty që nuk e dija këndoni, po Po, sundive mirë. nuk u ndjeva mirë se ishte si e rënda ajo. Po ti gjë nuk e Kam marrë? qenë ja 2 javë dhe nuk Jo, te Po ti e ne? dëshmitar do javadjo. unë i kam shmang që të gjitha këto që quhen kontaktet me njerëz me fen deri kur u futa. Te kjo që jam. Nuk kam, më thënë, nuk e di, kam pas një lloj repulsioni ndaj të gjithëve. Çfarë postulate Që i vogël. Nuk më duke e frikshme kështu të futesha me çfarë lloj kishe xhamiz bëhet llaf. Në xhamis kam qenë asnjëherë. Në xhami E kam pas edhe një herë. si me frikë. Jo, në xhami shkoja, Nuk jam fut por kur. në xhami deri këto arrita deri te heqja e këpucëve, që ishin këpucët jashtë, futesha në xhami, po sa këto lutit falit Pastaj nuk është se kam ndonë mësuar jashtë. ndonjë. Bile unë as te kjo e tem Beut kam qenë që për ta parë kështu për Ja, aty duhet të shkosh. ajo që është në qendër. Ajo e vjetra. A, e vita, asun sa. Duhet me shku ndonjëherë aty se ajo është. Duhet me e pa. Këtu me këta protestantët kanë mbetur. Po, Në shiko, gjatë. protestantët janë shumë fan. E pra, prandaj kanë Janë se organizonin dhe kështu E, gjëra ata, organizojnë, kështu edhe edhe ne kemi pas kampe. bënin kështu jo aktrime, jo gjëra për domethënë Po. për Krishtlindje bënim këto që Po, po, visheshin, Ore po, edhe bënin- katolikët e ortodokset i bëjnë, no, thjesht. Oh, Po. ortodoksët Po, janë edhe një çik- kampe janë çik më bëjnë serioze. edhe. Domethënë un pastaj më e madhe që kam qenë në ortodoksi kam qenë. Po është çik më serioze si, domethënë se me këta protestantët bënim edhe kështu jo lojra, jo lodra, gjëra, Bëjnë pra këtë. Po, ortodoksë çfarë bëjnë? aty ke Don Bosco për shembull çojnë gjysmë të Tiranës Kalamajt. E po, Po ata çfarë janë ne? Katolik. Shkollë. Oh, e katolike. po, ma. është shumë Sa serioze, protestant? është shumë serioze si Jo more Don situatë. Bosco. Unë jam protestant. Jo more është janë katolik, çfarë Po thua? Don Bosco çka ka qenë? Prift. Oh, Po. Don Bosco. Edhe i çonin kalamajt. Andat. a ba. Pa është, shiko, ortodoksia dhe katolicizmi janë më serioze se nga që janë dy Ore, kryesore. është mesha, serioze, më mesha, serioze. nuk është se janë Po, aktivitete mesha, që po, Edhe bën. fëmijët, maksimumi fëmijët që shkojnë në kish këndojnë për korin. Jo me jo, Edhe se bëjnë bëjnë në aktivitete. pritërinë, pastaj ande nga mbrapa, po nuk bëjnë kështu lojra, gjëra, Po aktivitete. bëjnë, po ku në mesh do t'i bëj atë, Ku të do, klozi. si Po jo bëjnë? me i bëjnë, i Ku i bëjnë. bëjnë? Ku i bëjnë? Po tash ne jemi pjesë e Edhe din ku që i bëjnë. organizohet? Aty te kisha, ka çdo kish ka grupin e vet fëmijëve, të rinjve. Po çfarë bëjnë fëmijëve, ata? dim që e ka po. Lojra pra. Me atë merresh ti. me Kalamajt bëjnë lojra, të rriturit bën më shumë në nivel diskutime. Po beso shumë mas atë- edhe jemi ne shumë jashtë, sa kuptoj më. Po ti je jashtë fare, ti. Po kur ti kam ki qenë me brenda, mua. A kur ke qenë brenda. Varet dhe shumë nga zona, famullia, më thënë, ku je. Se ka të ndryshëm që bëjnë gjërat ndryshme, njëri mund t'i ketë më interesante, tjetri mund mos të Mbaj më pëlqej. atë korin e kishës e i çonin në Greqi. Si vjen në Greqia? E pa ja i çonin kështu me shëtitje në Greqi ose kampe në Greqi. Kjo pjesa e korit ke ortodoksët
më pëlqen se ka ato teknikat e vjetra të muzikës që nuk I kanë notat si perëndimi, ka ca simbole tjera. Edhe është I gjë që ruhet. E ruajnë gjithë ata që janë te kori, mësojnë si t'i lexojnë ato simbolet. Nuk është me këto notat që përdorim në sistemi me këtë lloj pentagrami notash. Kanë dhe simbole tjera. Po çfarë lloj muzike është? Sa kuptoj. Muzika e kishës. Ço të thëri që është më e hershme se sa e përmendet kori dhe kalamajt aty e ka mendin. Prandaj qesh. Martinjeri Nuk I shpëtoi dot atë. na rujti kori. E po nuk I shpëton dot, ka ndodhur, shiko, ka ndodhur aq shumë saqë nuk e anashkalon dot. Është I errët. Unë jam I errët apo ata si që kam unë I errët këtu. Po, na kanceloj. Kemi një që t'ja vendosojmë ndeshje, vetë dhe mbyllim me këtë. Jo. O plak, me që jemi te muzika. Po. Me që jemi te muzika. Lëshojmë. Flak, është shumë problem kjo muzika në për plazhe, Lale. Pse? Është Këto baret. Plak është, do të thënë ka dalë jashtë kontrollit situata, do të thënë të shkosh në plazh dhe secili lokal blasting the music, do të thënë kështu në kupë të qellit dhe është totalisht e panevojshme, do të thënë nuk e di me sa njerëz kam folur që janë kështu. Po, konkurrojnë fort. O plak si nuk e kuptojnë që ideja që mendojnë që po dëgjon muzikë do vinë njerëz. Sa më lart aq më shumë vin. Po mbase ka edhe nuk vinë më. Po nuk shkojnë më se nuk shkon njeri më. O shkon, unë s'm ka ndodhur asnjëherë që se këtu pas ka shumë muzikë të lartë. Hajde futemi këtu. Ore pse nuk e kanë këtë konceptin që ore njeriu vjen në plazh, okay, është një bar që bën një party, ku ta di unë. Po jo njerëzit duke pirë kafe ti që ja. Unë kam qenë në shumë vende që ka pasur kështu klabe resht, domethënë në vende jashtë. Jo, në vende jashtë them që ka pasur klabe resht që kanë pasur muzikë dhe secili ka pasur muzikën e vet, po në nivele të caktuara që nuk e bezdiste njëri tjetrin edhe nuk bezdiste as rruga jashtë. Ore, shpërthejnë ishte mami im me motrën në Golem. E thanë ishte situata skandaloze, domethënë që nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ishte party, mund ndjeshin lokalet bosh. Kesh muzika. Ishin bosh. Bosh më lokalet, po. Prandaj janë ngrënë, nga që janë bosh, janë ngrënë shumë që të vinë njerëz. Do shihnim ndeshjen, tha, dhe ulëm te një lokal që kishte projektorin jashtë. Dhe tani muzika e lokalit tjetër që ishin 2 kamarierë dhe DJ dhe absolutisht asnjëri brenda. Muzikën kupë qellit dhe ne nuk dëgjonim ndeshjen, derisa u detyru ky kamarier shkoi tha ti o vlla, ule çik se na zbove këta 2 klientë që kemi këtej. E kupton? Është e padurueshme këtu kudo. Unë çfarë është kjo logjike e blasting muzikës sa më fort valla? Unë s'e kuptoj. Është e panevojshme. Ignorancë, është totalisht ignorancë. Po kështu është më mirë se kur ke një shtet si plas për ty. Kështu është më mirë se kur ke një qeveri që është arrogante me ty. Të gjitha bashkë. Po kështu, se isha në Spanjë për pushime, isha në veri të Spanjës në Santander. Vuan ti shkret. Po vuaj, unë kam punuar valla për këtë ditë. Unë s'kam saltanete. Një palë pushi 5 ditë bëj. 4 ditë e gjys, s'bëra 5. Po vajta ama, vlla, më duhet të them që Spanja që ka një shtet që mendon shumë për qytetarin e vet. Çdo gjë, çdo element i përbërjes së eksperiencës plazh është për qytetarin. Plazhi ishte free. 10.000 kilometra plazh vlla, nuk ishte plazh sa Golemi, ishte vi bredektarës pushonte, zmaronte. Për qytetarin vlla. Një ryp me shezllone, maksimumi 10 shezllone. Dhe të gjithë edhe ishin shumë larg bregut. Pafund larg. Domethënë ideja është që ti hajde në plazh valla, nuk është privilegj plazhi valla, është drejt. Nuk është privilegj, nuk është se Spanja ka rregulluar plazhin edhe azjetit. Jo, janë gjitha bashkë. Është kultura, është artimi. Kultura, bravo, janë shumë gjëra. Janë këto gjëra që si kemi. Ore, shikoj një sekondë, okay, kultura në rregull, po ndonjëherë e shikon edhe se si funksionojnë gjëja me eksperiencë dhe me praktiko, por ti e shikon që ngritja e muzikës ty nuk të sjell klient, për çfarë dreqin e ngren. Po sa akoma mendojnë që mund të sjell. Po ti nuk është se hape sot lokalin. Po ja, kjo e kulturës, për shembull, një po më thoshte një miku im çipari që kishte qenë në Velipoj, më duket. Edhe po thoshte që ishte shpifur shumë nga njerëzit që idhin plerat në plazh, domethënë hanin aty i plerat. Që janë sa gjëra që pavarësisht qeverisë lokale, qeverisë
nuk qendrore dhe kështu të paktën si njerëz vetë si individ duhet ta bëjmë ton minimumin. Patjetër. Gjeno, mbylle me një thirrje se do vëmë të shohim ndeshjen se gjynas. S'ka Po, ai kondeshën. mbylle me një thirrje ambientaliste dhe një thirrje për plazhin. Jo, të na bëjnë, pastaj thuaj të na bëjnë Pa, pa. subsidiaritet. Ju lutem kush njeh njerëz që kanë lokale në plazh ose ju që na ndiqni që keni lokale në plazh, ju lutem mos e ngrini atë muzikën, duam të shkojmë në plazh edhe o plak dua të dëgjoj atë zhurmën e detit. Edhe ato Ose ndoshta bëhet edhe kështu, e janë ngre njëri thotë, po pse janë ngre këtu, janë ngre e kupton ose vëre me muzikën, po lëre në sfondo Po, burr. po. Do të thonë pi kafen edhe Të dyshi, pa, të treshi, të dyshi. të dyshi. Të dyshi. Mos e çoj më lart. Të dyshi, që ta çojnë të treshi, se nuk do e lër njëri të dyshi. Ju lutem kur të shkoni në plazh, mblidhni plera dhe mos hidhni plera lart e poshtë. Merrni një qese se nuk ju kushton gjë, mblidhni ato dy qese që dy plera që i bëni dhe hidheni te koshi. Mos harroni, ju lutem na bëni subscribe tek kanalet tona në YouTube. pasi të mblidhin plerat. E futi shumë bukur vllai, i meriton. Do ta pres, do ta. Mos harroni të na bëni subscribe. Thash mos harroni na bëni komente, mos harroni të na bëni follow në Instagram, bëni follow edhe çunat e Morgus se këtë javë kanë live-in e tyre në Portugali dhe Pas Spanjës jemi në Portugal. edhe ju duam shumë edhe mos harroni na bëni donacione. Faleminderit dhe ju përshëndesim. Vërtet miq, ju duam. Ciao, ciao, ikim shëndesh.